Ndërtuar në vitin 2021 për ende e pashfrytzuar shkaku i mosdhënies së pëlqimit për punësim nga ana e Ministrisë së Financave, kjo çerdhe ndodhet në fshatin Përshevc të komunës së Të Arcës. Kryetari i komunës së Të Arcës, Daut Memishi, thotë se deri më tani janë bërë 3 kërkesa që kanë marrë përgjigje negative, ndërsa kërkesa e fundit është bërë më 17 mars dhe ai shpreson që kësaj radhe të pranohet kërkesa e tyre. Deri më tani do të thotë ne si institucion si komunë kemi bërë 3 kërkesa në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe pastaj është procedura shkon në Ministrinë e Financave. Ditë e para do të thotë kemi marrë negativ nga ana e Ministrisë së Financave me arsjetimin se nuk kanë arritur të të kaluarën të bëjnë planin e punësimeve ashtu siç duhet. Tani kërkesën e fundit e kemi korrigjuar me 17-in e 3 muaj mars. Kemi dozuar dhe tani jemi në pritje dhe besoj që do të jetë nga ana e Ministrisë së Financave do të jetë përgjigje pozitive. Për banorët e fshatit Përshevc dhe rrethinës, hapja e çerdhes del të jetë jetike, sidomos për ata familje ku të dy prindërit janë në marrëdhënie të rregullt të punës. Patjetër e nevojshme për fëmijët. Ajo është me vërtet. Apeloj që të qilet e. Apeloj që të hece për para vetëm për fëmijët. Të kjenë gratë kushtet më të mëra. Ajo është. Në këtë çerdhe pritet të sistemohen rreth 150 fëmijë, ndërsa sipas informacioneve, Komuna e Të Arcës ka nevojë që mbi 550 fëmijë të shkojnë në çerdhe. Pavarësisht se kërkesa është shumë më e madhe se sa mundësia, banorët e komunës së Të Arcës do të ishin të lumtur edhe sikur të jepet fillimisht leja nga ministria edhe për 150 fëmijë sa është e parapar.